vazhdoni me qëndru me #Gjesin. Tani e kemi një lidhje direkte ku do të flasim me Qëndrim Osmana nga Istogu, i cili ka emocionu të gjithë me rrugtimin e tij ndër të dëshmorëve. I riu që jeton në Zvicër ka bën 1900 kilometra me biçikletë nga Lozana deri tek memoriali të varrezat e dëshmorëve të kombit në Vrell. Qëndrimi tashmë veç është kthyer në Zvicër edhe është për momentin në punë, për që ka gjetë pak kohë, me na rrëfy për rrugtimin e tij që ka pas, kështu që për përvojën unike, do të flasim bashkë me të, po i tham mirëmëngjes nëse veç po më dëgjon. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Qëndrim, qysh je? Mirë, po jo? Mirë, faleminderit që shke qenë këtu det, e ke pas një rrugë, muj me thonë, goxha të lodhshme, që shke kalu gjithë ato det nga Lozana deri në Kosovë që edhe me biçikletë. Me mujt me zgjatë që e ndjenje edhe një javë, s'kisha derë se ta shumë punë. Po, sa mirë, po të regona pak çfarë ndjenja ke pas? Edhe njëherë falë? Të regona pak çfarë ndjenja ke pas? Po, gjatë rrugtimit nuk muj me përshkru ndjenjen, se po dijet që kom veç për me mri në shpe. E kur kam përfundu rrugën të memoriale, atë kam mujtë edhe me që zemrë, se për një me ndjenja, asë njerë s'u posa s'u ndjenja, se po dijet ku jëm konë. Po që është erdhi ideja mas pari për me bo një rrugtim t'il? A folje me dikon? Idejnë ka pos shoku që jëm nis me të para 5 vite, apo nis në tash, s'ka pos bashkë punëtor për me bo, edhe unë e qova dorë më pjetu në vi. Oke, atër keni qenë veç ju dë gjatë rrugtimit? Po, veç në dë. Edhe qysh ka qenë rruga, ka i keni ra, ka qenë rrugë e vështirë? Rrugën e kemi pas bëgjat vështirë, si dhe mas pjesën e Kroacisë ka qenë shumë e vështirë, se veç marrë gati. Edhe pjesë tjera nuk kemi pas të lashe asë njëherë, amo që kjo pjesë apo në Kroacisë shumë e vështirë. Sa i përket komunikacionit, jemi konë rrezik çdo moment. E vlerësoj shumë pjesën e Kosovës, komunikacioni ka qenë për mu shumë nivel. Qka keni marrë me veti? Jeni nisë me biçikletë, apo besoj pajisjet e një ciklisti keni pas krejt me helmet, mbrojtëset? Krejt jemi konë të kompletu. Qka i kemi edhe në rëndësi mas shumë të ju konë kjo pjesë e ndihmës parë që ka duen, për alergji, për gjonat, krejt i kemi pas me veti. Edhe rrugës të ardhë, keni hasë në naj vështërsi, për shembull ndonjë njëri prej juve të po e përmend që në Kroaci e keni pas mos vështirë, po ka pas ndaj det ndoshta që jeni lodhur se keni dashur mu dorëzu apo jo? Asnjëherë, se veç jemi konë përgatitëm përpara për këtë pjesë. Edhe këto çka më kanë ndihmu mas shumë tim kanë ndihmu puna që e kum bo edhe se shumë problem për pak kohë me arritën e për me arritë këtë rrugtim. Kur jëm nisë se kom pas mendën që jëm veç 70% i përgatitën, jo hiç ma shumë, amo ka kalu me sukses. Keni pushuar gjatë rrugës, jeni ndalë? Nisën e kemi bo 6:40-7 mëngjesit, tani deri në 8 prami besoj non-stop na kanë zonë jashtë. Rezervimin në hotel e kemi bo 2 orë ose 3 për para, se kemi ditë të një ma ofër se ku të i ku mujmi me shku. Ditës kemi bo mesatarja o konë 190 kilometra që i kemi arrit. Kështu. Sa ditë saktësisht janë bo nga Lozana deri në Kosovë rrugtim? Saktësisht 10 ditë? Po. Se kemi pak probleme me rjetën e nuk dëgju mirë. 10 ditë? Po, për s'ka për jetë mirë këtu. Po, okej. 10 ditë një rrugë mjaft e gjatë.
edhe një rrugë ndoshta edhe e vështirë edhe e lotshme, kur po e mendojmë na që nuk kemi qenë, lemo ju që keni qenë me bicikletë, 1900 kilometra. Kur kom pas çka mi dhon kuptim edhe kur kom pas gjona në Kosovë që kam presin, më do ke pak 1900 kilometra për mu, si përgatitur. Qëndrim, që shka qenë momentit për ty kur kem rri të memoriali i dëshmorëve në Vrell? Të rëgëna momentin e parë, sepse po ju shojmë edhe fotografit që i ke postu në rjetën social, momentin kur kem rri. Te momenti kur kom rri të memoriali, kom llogarit që edhe baba jam ka mujt me qenë aty, edhe për fat nuk ka qenë ndonjë gazetë ose diçka për me marrë një intervistë aty, se s'kom pas forcas me fol. Prej emocioneve të shumta që ke pas? Po. E ke postu edhe një fotografi në rrjetin tënë social në Facebook ku je i ullër, shihesh me flamurin, i rrethuar me flamurin QQZ. Po. Ka pas dikush që të ka prit aty tek dëshmorët, te memoriali dëshmorëve në Vrell? Po, janë kon familjarë të gjithë aty, janë kon disa shokë, ka qenë gjithçka në rregull. Qëndrim, je i ri 27 vjeqar, apo? Po. Kështu që një rrugtim dhe një akt tillë që e ke marrë, ndoshta një ide mjaft e mirë dhe një guxim shumë i madh joti. Po. Pastaj... Për mu... Po, por na fal. Për mu, s'besoj që komunal me kaq. Qa kemi një tjetër? Nëse muj me u angazhu me punu fizikisht, e kom me ardhë në kom, ato pa tjetër, po kom edhe një pjesë me unë gjitë terene malore që janë shumë shtira kështu militar, ato e kom ndër. E nëse bëj kom e bo në Kosovë, edhe ato prapë. Okej, shumë mirë. Po më pëlqen edhe pasioni yt që e ki për me bo gjona tilla. Po tash që je këty në Zvicër, Qëndrim, kallëzove shoqënisë, ki po besoj ndoshta edhe shoqënit huaj për rrugtimin tënd? Ose edhe në vendin e punës ku je? Sa i përket Kosovës, pakush nuk e analizon se qysh ka mujt me ardhë në Kosovë, se 1900 kilometra, po këto nuk e morrin fort edhe të veç bravo është fjalla, se ka që e bojnë shpesh edhe janë të aktivizum njerëzit këto, që është kultura, janë senet, që do të mja hup, po pa një bravo nuk lëshojnë as këta. Qëndrojmë diçka edhe shumë e veçantë është që ke marrë dhe një mirënjohje nga kryetari i komunës së Istogut, Ilir Ferrati. Na fol pas takimin. Unë e thash kur e di që kom pas mi dhon kuptim, ka pas gjona mi dhon kuptim rrugtimit tem, që ajo është lëmdëria më e madhe. Iliri e ka vullosë rrugtimin. Po ne po e shohim edhe një fotografi bashk, ku jeni në zyrën e kryetarit, edhe me mirënjohje. Tregona pak për takimin. Ju ka kontaktu vetë kryetari, ju thirri për me marrë mirënjohjen, qysh ka ndoshta edhe përshtypjet e tij? Përmes Arjanitit më ka ftu kryetari, ju shku bashkë me Arjanitin aty, e vlerësoj shumë, e respektoj shumë. Një për 4 kryetarëve më të suksesshëm këtu 4 vitet e fundit është Iliri, po dije. Bravo për punën që e ka bo, bravo për minjojen, faleminderit 100 herë. Edhe inshallah se të na nikush jam për krasitina. Po, Qëndrim, ke qëndru heq në Kosovë, 10 ditë ke bo me ardhë me biciklet, po a qëndruve heq? Në kara dhe 7 ditë me bo në Kosovë. Okej, një javë, nuk pas ke najtë shumë. Kom pas plan me najtë pak ma shumë,
për fat keq puna këtu s'po lejon. Okej. A mujtë e bile me u pa me familjar, me shoqni, ato 7 ditë me i shfrytzu mirë dhe me u çmall me Kosovë? Për më u çmall është shumë problem. Se unë jem shku, jam ardhë më falë në Zvicër që 3 vjetë tash gati i bëjnë janar, i bëj 3 vjetë që jam vendos këtu. Halas jam adaptu që shduhet, e kam shumë problem integrimin, me gjuhën nuk jam mirë, edhe për mungon pjesa e Kosovës në ekstrem shumë. Tash ta e mundësin, kur je një javë, ta e mundësin me nejtë me një shok 5 minuta 10 gjysore mas shumëti, edhe gjithçka është e limitume. E qka po të mungan qëndrem prej Kosovës mas shumëti? Prej Kosovës mungon mas shumëti natyra, ajri, që është me ngjes i këtjellën, me punu punën pa stres, jeta që me thonë ma e qetë, njerëzit sidomos janë shumë ndryshe, shumë ndryshe. Po kur po i krahason njerëz shqiptarët neve në Kosovë, po i krahason me Zvicrant, po thu që dallojmë shumë. Jo, asnjëherë nuk më bëu akcent, po qysh me thonë të vendit ta imponon me tonë ndryshe. Ku dallojmë? Do shta ne jemi më të afërt apo? Po ma të afërm se stres nuk janë shumë gjona që ka të bojnë ty me konë ma i qetë, ma i mirë, jo ma i mirë në të kuptim i mirë si personalitet, po ki ko për gjithë shka. Këto e ki obligim punën, e ki obligim familjen, edhe në fakt nuk i mundësi me i qelë të dyrë tjera. Po që ndrejmë që shërë dhe vendimi për me lanë Kosovë dhe me shku me jetu në Zvicër? Tashnia. Tashnia, okej. Tash më se ke lanë për punë ose diqka, okej. Jo, shfarë. Dili që tash na udhim të që ndrejmë, po që tash së Për punën, mu isha mja mu shmenën tashnis me u këthy në Kosovë tash. Dashnia ka lindë në Zvicër, apo ka emigru edhe ajo më vonë? Ka lindë të orë në Zvicër. Okej, që sa vite? Po bësaj që... Po 8 vjetë po. Aha, që 8 vite, okej. Qëndrem, halo 3 vjetë, halo koken fillem, kështu që po bësaj që kime u adaptu edhe me gjuhë, edhe me jetë, edhe me krejt. Se normal pak vështirë është prej Kosovës, prej një vendit vogël që jemi na, edhe nështë ta njihemi, edhe normal s'ka si kur veni jëtë. Po, nasi ke shku për dashni, atja mirë është vazhda. Unë e thëm i lumë të ati që ka rritë gjithë shka në Kosovë. I lumë të ati që jeton aty edhe i ka krejt aty. O, e para me në tash dikush, sikur që i kam rritë dikush krejt në Kosovë, që përthu edhe anë kohët, qka i thu ati? Shku të mjeku. Nuk është mirë, a? Ja, së është mirë. është shumë interesant. Kur ke qenë në Kosovë, qëndrem, a janë kuna i herë për Kosovën? Kështu për shamë me thonë që ju s'po me i me gjetë vend punës, ose s'ka... Asë njerë. Nuk janë ku kër? E, pas ke do shtë Kosovën për një vend. Ankesën më të modën e kumë pos prej Bobs, po punën shumë. Nuk është jetë kjo, desa... Po, vëlla, desa më tha, desa u detyrohë mi thonë, apo më lënë rahat. Po më duket, e kom përshtypjen që njerës që e dojmë për një me Kosovën shumë, ju bjenë që shtu fatim me lanë edhe me shku me jetu jashtë. Qashtë është, kretë këta që ka dojnë Kosovën fort, si ka ndollë jashtë. Po ani shumë mirë që ju kemi juve mërgjimtarve dhe që veni në Kosovë në anë gjallëni qytetin e Kosovën. E kisha bon një mesazh për ata që bojnë dalime, për ata që fjallë kanë shumë, ju kisha lutë jemi një. Jemi një. Kemë bo gabime me na folë, keni bo gabime me ju folë. Se jemi një. Okej, një mesazh shumë i mirë prej teje, se qashtu është, krejt jemi shqiptarë, krejt e dojmë Kosovën, vendindjen tonë. Kështu që unë pe thamë shumë mirë që ju kemi juve mërgjimtarve që veni edhe i sheni familjarët e juja e në gjallë një pak Kosovën
me shumë dashni. E vërtet. Qëndrem mandej, je këthy me aeroplan në Zvicra. Po. Bicikletën e këtu e more me vete. Bicikletën e kom shti në gjam. Nuk du me prejkë më asherë. Apo ku e kështi në gjam? Do t'jetë në Kosovë, do t'jetë kujtim. Apo, okej. Po. Në shtëpin toane, ku e ki? Në Estar? Po. Të rëgëna pak çfarë biciklete është? Po, biciklete vjetër, e lirë, se që më konë mundësit për me ble ma shumë të thëmë drejtën me bje diçka ma interesante, edhe se kom pas si primara për me bo një bicikletën e të shtrajtë, se... Po, kështu ka qenë stabile edhe e mirë për gjatë rrugës sa ke udhëtu. Po, e kompletume, po, ja, për ata, edhe pse ka qenë e vjetër, ato sene i ka posa mu konë tip-top për me bo rrugtimin. Okej. Nështë ta një dhurat mjaft e mirë që ja ke lonë shpis edhe i stogët. Po, pa tjetër. Qëndrem, jem punë, nuk po të marim nështë ta dhe shumë kohë, masëve që të punu, faleminderit që gjede pak kohë me folë për përvojën tonë unike. Qysh ke me vazhdu ditën sot në Zvicër? Me fluturu. Me fluturu? Qka punën? A muj me të pytë qka punën? Punoj në gjyrë, fasad, izolim, moler, qëto. Okej. Po të shkojnë mirë? Shumë mirë. Qa jo me rasi. Ekstrem mirë. Të rojmë shumë shëndet edhe suksese. Jeni shumë të mirë. Faleminderit për mundësi në dhonë. Faleminderit shumë. Po besaj që kur të vesh në Kosovë e rën tjetër mundem më pa në studio. Pa tjetër. A kina e përshëndetje për nusën më resa, nështë ashtu në këshirë live? Jo, për në gjumë është. A në gjumë është? A si ke tregu që je live, a? Ke kom tregu të ashtë sot ku me gjithë. Ajtë se e këshirë ma vonë, kur dajnë në YouTube. Po për ndryshe e përshëndes më dhe na nusën shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ndrem edhe të urojmë ditë mbarë. Respekt, Shqipëri, Kosovë, ju dua shumë. Faleminderit shumë, respekt edhe për ty, tëng.